Gjykata e Lezhës ka dënuar me 12 vite burg Simon Gjokën, 38 vjeç nga Miloti, i cili fillimisht u arrestua për vjedhje baktisht, ndërsa gjatë hetimeve u zbulua se kishte pasur marrëdhënie me një vajzë të mitur. Prokuroria kërkoi dënimin e tij me 18 vite burg, por duke përfituar uljen e 1/3 së dënimit për gjykim të shkurtuar. Gjykata të vuaj 12 vite heqëlirie për akuzat, vjedhje e kryer në bashkëpunim dhe marrëdhënie seksual me të mitur. Pavarësisht mohimeve të tij gjatë procesit gjyqësor, trupi gjykues e shpalli fajtor në të dy veprat penale. Në dëshminë e vajzës 13 vjeçare, e marrë në prani të nënës dhe psikologut, ajo ka pranuar se kishte lidhje me 38 vjeçarin dhe se gjithçka kishte ndodhur me dëshirë, siç është shprehur në hetim. Ajo ka shtuar se Gjoka e kishte prezantuar me persona të tjerë, çka ngriti dyshime për shfrytëzimin për prostitucion. Në telefonet të miturës u gjetën foto intime që ishin dërguar të pandeurit, i cili siç kishte marrëdhënie miqësore me nënën e saj, një grua që fshiste qërin pranë kishës së shna ndodhur në Laç. Simon Gjoka u arrestua në shkurt 2025, pasi hetimet zbuluan se ishte përfshirë në vjedhjen e baktive të trasha në fshatin Gajush dhe dyshohet për disa raste të tjera vjedhjesh në zona përreth. Gjatë përgjimeve të telefonit të tij, policia konstatoi komunikime komprometuese me të miturën, çka e çoi më pas në zgjerimin e hetimeve dhe ngritjen e akuzës së dytë.